sa filozofike është ajo që mos të mvi as si politikan, as si media. As media afër. Dy organe që sot ndyn hapësirën publike. Pse? Sepse dhe ka thënë para 10 vjet, në një program që unë e kam parë, qosën që ai nuk e ceku, por unë e kam cek në disa programe, bilisat dhe një program që pata me atë gazetarën e njohur Qipën, përmenda do të thënë rolin vrasës të medias. Në media nuk ka më njerëz, janë shumë të rrallë që janë njerëz, që janë vërtet njerëz, janë njerëz në nevojë dhe nuk ka qenie më të poshtër se i njeriut në nevojë. Këto nuk kanë as komp, as dignitet, as gjë. Kanë klikim. Kanë në dorë një bombë atomike. Po është bombë atomike, biles dje ishte edhe dita e librit. Nuk shkojta asgjë sepse ajo që do thoja në fakt është njerëz mos lexoni. Mos hiq do nga libra. Për arsye sepse libri sa drejtare është për jetën e njeriut, duke di që njeriu është emocional dhe mënyra se si është ndërtuar me bota sot, është që edhe një libër të mrekullueshëm ti e keq interpreton. E di që një ndër librat më interesant që unë kam lexuar për Skënderbeun, unë si kam bërë reklam. Se e di që do e kapin i tuf idiotësh edhe do komentojnë ndryshe, kurse unë e shoh Skënderbeun pikërisht në atë kohë. Dhe jam i detyruar që mos t'i bëj reklam. Se do e kapin idiotët në dorë e do e hanë. Kjo është... Ameldo, unë kam takuar 3 herë Recep Qosën. Një herë në Vuthaj, në shtëpinë e prindërve të tij, dhe nga i kam dhuratë një si pjatë drurit, të cilën e kam në dhomë të gjumit dhe jo të çelsat, jo ndonjë gjë që më duhet gjithmonë kur e heq prej doret. Kam një mbules sofra tavoline te ajo e Bukës, dhuratë prej tij, dhe kam takuar 2 herë në shtëpinë e tij në Prishtinë. Një nga këto herë morëm edhe na çoi në një restorant ku na sapo i kishte vdekur bashkëshortja, që ai e çmonte shumë. Dhe ishte një çudi për mua që një burr, qofsha është bajagi i gjatë, ndër ishte, pak a shumë niveli im. Unë jam 1,90, ai në atë moshë ishte pothuajse sa unë, nipin e tia, i cili flinte te ai dhe rrinte me të, ishte, si më thënë, murgu i trashëgimisë së tia. Unë gjitëm lart e studioja e tij, ku ka dhe foton e fundit, dhe ai kishte një problem sepse vila nuk e mbante dot peshën e librave të tij dhe i duhet ta rikonstruktonte. Vilën ta përforconte. Sepse kishte një bibliotekë që zakonisht, domethënë dhoma të tëra të mbushura 4 faqet e murit. Çuditërisht një burr shumë elegant, për mua, që prisja gjithmonë ai është si një masiv shkëmbor, po ta shohësh tipik i Vuthajve, i zonës sonë të Veriut, i cili mendoj që aty është raca më e bukur shqiptare, se është akoma e paprekur. Dhe unë kur kam shkuar aty jam mahnitur nga femrat e jashtëzakonshme, për nga bukuria dhe nga meshkujt të gjatë, me kom të gjata, atletik të gjithë aty. Një burr shumë elegant, çuditërisht nuk e hante vajin e ullirit, megjithëse ka qenë edhe një herë tjetër, po unë fola për herë që e kam takuar në Kosovë dhe në Vuthaj, po e kam qenë me të edhe në Vlorë dhe ai nuk e përdorte vajin e ullirit, sepse nuk e njifnin zona në kohën përpara viteve 90. Një njeri shumë i përkohur në të ngrënë në të pirë, po duhet të them që ai me gruan kishte një raport i jashtëzakonshëm dhe thoshte që nuk ndjehem mirë sepse ajo më kishte marrë çdo vestimin dhe ishte në funksion të qosas. Pastaj unë atje e kam njohur që nga libri që thonë dhe shkërkojnë kosovarët, artikujt e tij që u botuan disa volume përpara viteve 90 kur filluan demonstratat. Kam lexuar dhe unë. Edhe ajo që pikërisht
dhe më bëri përshtypje ai citati që ti citove nga thënia e Qosës, nga një citim po i Qosës, që ajo që më ka bërë përshtypje është ndershmëria e tij intelektuale për të pohuar gabimet edhe për të korrigjuar jetën e tij. Për shembull, në raport me historinë e Shqipërisë, ta them, ai ka pasur mendime të ndryshme për kohë të ndryshme, për shembull. Këtë vlerësoj, prandaj thash që është intelektual. Pikërisht këtë vlerësoj që në momente të caktuara ti do bësh një rivlerësim 30 vjeç me 32, masi të kara jeta ndryshe, nuk është i njëjti rivlerësim i jetës. Eksakt. Edhe kur je ku rafsha mos u vrafsha, që e bën 100 metrëshin 10 sekonda, je ndryshe nga ai që shikon dhe bën tifozllëk të tjerë dhe fillon pastaj një moment që edhe gjykon të tjerët ku bën gabime ku. Për shembull, ka bërë përshtypje qëndrimi i tij për Enver Hoxhën, ku në fillim ka qenë kritik, megjithëse ai ka qenë ndër njerëzit që është ftuar më shumë në kohën e monizmit, përrinte për kohë gjata në Pograt d'Est, në Durrës, në vilat qeveritare, është autor i drejtshkrimit, Kongresit drejtshkrimit, delegat. Por më vonë pastaj në një intervistë të tij ai thotë që vetëm 2 udhëheqës properdimor ka që e modernizuan Shqipërinë, janë Fanoli dhe Enver Hoxha. Fanoli spati kohë, Enver Hoxha pati kohën e vet që dhe la një vend perëndimor kur i me koncepte, sjellje e gjitha. Por më bënte përshtypje edhe ndershmëria e tij në gjykimin e të gjithë udhëheqësve, qoftë UÇK-s, Albin Kurti. Për shembull, kur Albin Kurtin të gjithë e shikonin si fenomen egzotik, ai kishte një mendim të vetin të konsoliduar. E të tjera, të cilin edhe mund ta ndryshojë me kalimin e kohës. Pastaj mendoj që përfundimisht e rrëzoi vdekja e vajzës, e cila ndodhi në gushtin e kaluar, pikërisht nënës nipit. Ai kishte një lidhje, se ka 2 vajza, një lidhje shumë të ngushtë me vajzat e tija, dhe mendoj që ajo e rrëzoi përfundimisht. Dhe ajo që duhet të them dhe që ta mbyll, pastaj kalojmë në tema të tjera. Unë mendoj që ky ishte ndër rilindasit e fundit, por kishte diçka më tepër se rilindasit. Sensin autokritikës dhe duke mos qenë monument, duke qenë ende mishe kocka, neve kishim mundësi të ta shijonim. Sepse rilindasit në një farë mënyrë edhe për shkak të nevojës së një kombi për të krijuar mite, ne i kemi mermerizuar, i kemi në mermer dhe nuk ndërsa kishte. Ajo që duhesh bërë, për këto figura, ajo që duhesh bërë. Te ky kishim luksin që edhe ta kritikonin sepse ishte gjallë. Edhe me që e dëgjonim duke folë, mendojmë që kemi byllë dhe me kritiku. Kjo është... Këtë kemi me gjithë ne. Këtë kemi me gjithë. Kemi me gjithë. Ajo që do shtoja, ose ndoshta do mbyllem me këtë, është fjala intelektual. Sepse në një intervistë ti vura re që foli për intelektualizmin, tha intelektualët duhet flasin. Tani unë mos ma mori për keq qosje, atje e lartë ku është, por unë e kam studiuar dhe këtë pjesën e intelektualizmit. Në ka grupim që vuan në një sistem tillë është intelektuali. Pra që nga vitet 90, gjë e pa që u bë në vitet 90 që i kam bërë një zbërthim për njeriun, jo vetëm për kombin, është që intelektuali dhe nga bisedat që kam bërë me historian, njerëz të mrekullueshëm, e kam vënë re këtë që intelektuali ishte njeriu më i pambrojtur i viteve 90. Sepse ai do shiste vetëm iden. Unë mendoj që e lanë me qëllim ashtu të zhveshur në mënyrë që ai të shitej.